Shirat e shumë të këtij viti kanë bërë që me 10 hektar tokë të mbjella me vreshta ose me rrush të dëmtohen. Të paktën një pjesë e mirë e fermerëve të fshatit Voskop kanë marrë dëmtime të shumta tek vreshtat e tyre. Shira dhe lagështirat e zgjatur e këtij viti ka qenë faktori kryesor që rreth 80% e vreshtave të rrushit kanë shkuar dëm. Fermerët pohojnë se ky është viti i parë që vreshtat e tyre dëmtohen në këtë mas. E kemi bërë me spërkatje, ishte pamundur. Edhe na ka sjellë shumë dëmtim në prodhimin e vreshtit. Gati 80%, 70% e rrushit është i dëmtuar. Pjesë të vreshtave është edhe po thotë 100% i dëmtuar. Duket se nga dëmtimi i vreshtat nuk i ka shpëtuar dot as tentativat e fermerëve nëpërmjet spërkatjes me helme, për të cilët nuk përjashtojnë mundësinë të kenë qenë të skaduara, përderisa impakti i tyre tek rrushi ka qenë pothuajse zero. Mua më zë të qarit kur shikoj këta vreshtat që sot nuk i del zot asnjë. Po viti që shumë i prapë si vit. Mbi 80% është i prishur rrushi. Si vjet s'ka, nuk ke domethënë rrush as një kokën për vete, nuk gjen jashtë punë. Zona e Voskopit ka qenë ndër furnizueset kryesore të tregut me rrush, por vitet e fundit faktor të ndryshëm që nga lagështira, por edhe mungesa e inspektimeve ka bërë që ky lloj produkti të degradohet. Ndërkohë pritet që drejtoria e bujqësisë të ngrejë një grupune për përcaktimin e dëmit në vreshta, si edhe subvencionimin e fermerëve brenda kuadrit ligjor.